emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma, përshëndetje të nderuar shikues kudo që na ndiqni. Tashmë është caktuar që të mbahet seanca konstituive e Kuvendit nga ana presidentes së Republikës me 15 të këtij muaji dhe siç e do praktika dhe ligjore atë do ta drejtoj deputeti më i vjetër në moshë dhe deputetja më e re natyrisht pasi të bëhet certifikimi i mandateve të deputetëve. Kjo është njëra prej temave në dritë një marrëveshje nëse mund të ketë për të votuar dhe qeveria e Kosovës me në një formulë që ende nuk dihet, po vjen ky debat. Dhe tema tjetër që është e një rëndësie të veçantë ka të bëjë me vizitën e sotme që po i bën Kosovës, që nga mbrëm në fakt, krye diplomati britanik i cili u takua me president Osmani, me kryeministrin Kurti, duke vënë theksin kryesisht tek rëndësia, siç ka thënë ai, e normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Ka thënë se qeveria e ardhshme duhet të angazhohet fuqishëm në dialog dhe po punojmë që të kemi progres funksional që e konfirmon vimësinë dhe koherencën e qeverisë britanike bashkë me ato të vendeve të Bashkimit Evropian, përkatësisht të Bashkimit Evropian, se çfarë po kërkon Bashkimi Evropian, jo vetëm nga Kosova, por edhe nga Serbia, në esencë që të palët të ulen dhe të projektojnë marrëveshjen finale, përkatësisht të zbatojnë detyrimet që kanë marrë deri më tash. Dhe çështja e tretë janë këto akuza që shpërthyen së fundi midis vetë LDK-s, replikat nga distanca që bën dhe deputet të VV-s me LDK-n e të tjera. Prezantoj musafirët, zotin Krenar Shala, faleminderit shumë. Afrem Kasolli, analist politik poshtë, faleminderit Kasolli. Faleminderit edhe për juve. Çënësi ka vizita e kryediplomatit britanik në një kohë, po them, kur thujse rëndi politik ka ndryshuar, i gjithë në botë presidenti Osmani kërkoi bashkëpunim bilateral veç mas në fushën e mbrojtjes me Britaninë e Madhe. Është interesant rreth Britania e Madhe ka një çështje pak më ndryshe se pjesa tjetër e perëndimit kashë Kosovës. Vlen të theksohet për shembull çështja e tyre sa i përket ta marrim një rast antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Ata nuk kanë thënë që duhet së pari siç e kanë thënë për shembull gjermant apo francez apo italian që duhet të bëhet asociacioni apo të dërgohet drafti në gjykatë kushtetuese në mënyrë që të antarësohet Kosova në Këshill të Evropës. Ata e kanë patur një çështje të pak më ndryshe dhe kjo është diçka besoj shumë e mirë. E dyta, nëse ju kujtohet edhe ish ministri i jashtëm britanik që ishte më duket para një viti nëse s'gaboj, dhe dha një deklaratë jashtëzakonisht jo diplomatike ku tha që në rast të agresionit pra nga një palë tretë, jo referon të Serbisë, sepse s'mund të marrë për dikujt tjetër. Atëherë trupat britanike janë të gatshme që të luftojnë për ta mbrojtur Kosovën. Pra Britania prej vitit 99 me agresivitetin e saj të qeverisë pra të zotit Tony Blair, ku ishte e para që insistoi që NATO-ja duhet t'i ndaloj bombardimet dhe të fokusohet në operacion toksor, po. Absolutisht. Pra e kanë këta një çështje pak më të veçantë, por po ashtu britanikët nuk kanë pasur historikisht shumë interesa në Ballkan, por qëllimi kryesor i tyre ka qenë sa më shumë e reduktu praninë e rusëve në Ballkan. Pra gjithmonë Britania ka luajtur atë rolin e balancimit të forca. Në momentin për shembull kur gjermanët në kohën e Hitlerit janë bërë shumë të fortë, britanikët bashkë me francezë dhe me polak janë munduar që ta që thonë anglisht contain. Se dia një fjalë të përshtatshme në gjuhën shqipe ta përmbaj. Pra britanezët edhe në këtë dimension pra mundohen që ta përmbajnë në ndikimin rus në Ballkan duke i ndihmuar shteteve që nuk kanë afinitet me Rusinë, siç janë për shembull shqiptarët. Kasolli,
Rëndësia kësaj vizite, po them këtë kohë, nëse mund të themi në prag të formimit të institucionit, sepse vizita mund të jetë protokolluar e organizuar shumë herët, por që rasti i Kosovës është në pritje të formimit të institucionit dhe si shihni mesazhet që i dha ai. Po tash koku au pajtona me parafolsin koku do thotë britaneskë janë kogja të fokusuar të përkushtuar për të garantuar një ambient të sigurt në për Kosovën dhe kanë qenë më të hapur kështu në adresimin e përgjegjësive të drejtë për drejta ndaj Beogradit si faktor destabilizues edhe në Këshill Sigurimit edhe do thotë në vazhdimsi edhe rastin që u përmend kur ish sekretari i punëve të jashtme kishte deklaruar që nëse ndodhë një bajnsk tjetër atëherë trupat britaneze duhet të përgatiten të luftojnë. Dhe involvimi gjithnjë më i madh, angazhimi gjithnjë më i madh, më kam thonë, edhe tjerë kanë thonë, po e përsëris i Britanisë, do thotë kohët e fundit në sigurinë evropiane e kam pasur një lajm pozitiv për Kosovën, do thotë për shkak sepse prej kohës kur Britania kishte dalë nga Brexiti, pavarësisht se ajo është në NATO, kishte pasur një rol më pasiv sa i përket dhe kishte qenë humbje e madhe për Kosovën dalje e Britanisë nga Bashkimi Evropian, sepse Kosova i kishte humbur një aleat shumë të rëndësishëm brenda strukturave multilaterale të Bashkimit Evropian. Dhe ky rikthim është një lajm pozitiv. Tash nga ajo që e pash unë shpejt para shkosa arrita të marr informacionet, padyshim që tema e dialogut ishte temë kryesore me cilën dhe kjo është në vazhdim e 3 vizitave që të fundit që kanë ndodhur në Kosovë, sekretarit të NATO-s, të emëruarit të Brukselit për dialogun dhe e fundit të kryediplomatit britanik që u përkujtohet palëve sa i përket obligime dhe detyrime që i kanë në procesin e dialogut dhe të normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë. Presidentja, unë jam i bindur normal, presidentja nuk ka mundur ta thotë atë pa konsultim paraprak, nëse kjo pjesa e bashkëpunimit bilateral në fushën e sigurisë dhe të ekonomisë mungoj tek kryediplomati britanes, do e tha vetëm presidentja, por është normale që ajo që thuhet për opinionin në takime të këtilla dakordohet paraprakesh dhe do thotë nuk e ka thonë kryer veti presidentja, por është dakordim paraprak i dy palëve që i bën që edhe pala britaneze e ka pranuar këtë propozim. Temë tjetër që ishte çaj me cilën ka ardhur për vizitë, në mënyrë që të bëhet më ka thënë midis tjerash në takim sekretari i jashtëm britanik se është esenciale në këto momente dhe sfiduese që të formohet shpejt qeveria e Kosovës, është diçka që shumë e vlefshme për Mbretërinë e Bashkuar, të themi se është mik partner kyç i Kosovës. Dhe janë disa gjëra, ka thënë ai, që dua t'i shohim me zhvillimin e këtij partneriteti ka vullnetar më të përgjithshëm të po çu dojnë nuanca diplomatike, çu dojnë normal gjuhën në raste të tilla është konkrete, bashkëpunim në fushën e mbrojtjes. Bashkëpunim në fushën e mbrojtjes, por edhe thirrja e tij për dialog, do thotë është thirrja e tretë që po i bëhet brenda një kohe shumë shkurt Kosovës sa i përket dialogut, por që unë jam skeptik që në këtë fazë aktualisht ku ndodhemi mund të ketë hapa cilësor në drejtim të dialogimit ndërmjet është takuar thotë dhe me zonin Kallas. Kaja Kallas dhe ka diskutuar për çështjen e Kosovës. Po kanë një po janë shumë probleme, ndërsa po ashtu janë takuar se mirë po dialogun. Është janë takuar për efekte kurtoazie, do thotë edhe janë dhënë këto deklarata mirë, po nuk e shoh aktualisht në këtë fazë, ne kam thënë edhe këtu edhe kur ishte i dërguari i Brukselit për dialogun, nëse mban mend pa ta thonë nuk di pse ka ardhur në këtë fazë, apo kupton, jo vetëm për shkak jo vetëm për shkak se mungonin institucionet, do thotë se mungonin institucionet, mirë po edhe marr parasysh dilemat edhe dinamikat gjeopolitike që po zhvillohen edhe paqartësive që janë kriju, do të edhe BE-ja do thotë është një situatë ku ende tash nuk e din edhe nuk e ka qartë do të rolin e saj edhe se çka do të bëj me vetë dialogu thoni është i paqartë? Jo, dialogu është i qartë. I ki obligimet të cilat ato tashmë janë futur në kuadër të detyrimeve që i ka si Kosova si Serbia, por nuk pres një angazhim hiperaktiv, një angazhim dinamik apo kupton dhe hiperaktiv sa i përket Brukselit në fazën aktuale për të ushtruar presion mbi palët për të përdorur levat
që duhet i përdor në mënyrë që t'i bindë të ty palët të afrohen më shumë. Në fundit, sepse mbrapa këtij plani qëndron Gjermania dhe Franca, dhe ato janë tash në telashe krejt tjera, dhe për arsye që quhet plani franco-gjerman në një farë mënyrë. Në dy shtetet kryesore, mbarset kryesore të BE-s, do thotë janë telashe serioze, që nuk pres që do të jenë shumë aktive dhe të fokusuara, që domosdoshmërisht ta përmbyllin sa më shpejt procesin aktual në cilin ndodhen Kosova dhe Serbia. Ka dhe po veç desha të ndërlidhem, se po besoj që jemi në tim. Ka po ashtu edhe mendime në Bashkimin Evropian apo në shërbimin e jashtëm ku mendojnë që ka gjasa për ndonjë marrëveshje tashmë kur fuqisit ka filluar me u dobësu pushteti. Dhe ndihet i friguar, dhe ai ndoshta edhe mund ta shoh mundësinë e tij për të qëndruar në pushtet. Mundet tjetë, unë s'po them që tjetë adaptibil. Jo, nuk besoj që në çështjen e dialogut sepse ka shumë karta tjera që tjetë adaptibil dhe t'i rezistoj presioneve të mbrëmshme të lëvizjes studentore për po si ka me tjetë. Dëgjoj, jo. Ai vish Kosovën e ka. Jo, nuk e ka vish Kosovën, nuk e ka. Dëgjoj, çeprit. Po, domthon arsyeja kryesore pse dhe bashkë kur kemi diskutuar që to, bëlem edhe ti ke shpreh habin apo mos pajtimin pse BE nuk është shumë solidare me kërkesat edhe me protestat e studentëve në Serbi. Do të ka mungu. Okej, jo habin, po një lloj proteste po e quaj kështu, një lloj kritike pse Bashkimi Evropian do thotë nuk është. Unë mendoj se arsyeja kryesore pse Vučići ka siguruar një lloj rehabilitimi ndërkombëtar, më shumë sa Kosova, është gatishmëria dhe aftësia e tij për të tërheqë investimet ekonomike perëndimore, për të krijuar akses për vendeve perëndimore në sferën ekonomike. Jo, nuk është pak kjo me Gjermaninë për litiumin. Po s'është e madhe Serbia. Është në rrethonat aktuale ndëgjoj. Çato investime kanë mujt mi quhet dikon tjetër, nuk është që të varën gjerman këtë tregut sa. Nuk thash unë që varën prej tregut sa. Ma shumë ka për shkak se gjysa e Evropës është me Serbi në afrim. Jo, është gjysa e Evropës. Jo gjysa, po një numër i caktuar, edhe mund t'i përmendim nëse na lejo, s'ka lidhje ajo. Po francezët janë të partë, janë slovak, rumun, Çipro, Greqia, këto janë shtete që kanë drejt veto dhe këto mundën me blloku çfarë do vendimi i cili mund të shkojë në disfavor të Serbisë. Po ashtu edhe Kosova ka aleat. Gjithmonë historikisht edhe Kosova e Serbia kanë pas aleat në BE. Dhe na këto s'pe kuptojmë, na gjithmonë e kemi akuzuar Evropën si në tërësi. Mas pare Evropa kur s'ka qenë shtet, gjithmonë ka qenë një konglomerat i shteteve, të cilat disa kanë qenë me Serbinë, disa kanë qenë në Kosovë historikisht. Të dialogut. A diku është ideja. Unë e pak me shëni fa shpresë, mas ju ka dobësu pushteti Vučićit, ai tash është pak ma i prirën me buon ai kompromis. Se thot mos po shtoj. Gjermania ndodhet Jo, a di pse ta çarçoj situatën. Varet çfarë drejtimi do të marrin zhvillimet në Serbi, por aktualisht unë nuk kum pa dobësim të pushtetit në Serbi. Kum pa frustrim të qytetarëve të Kosovës të qytetarëve të Serbisë me regjimin e tij, mirëpo studentët e kanë bërë qartë që nuk janë të interesuar për agjent politike. Do të në të njëjtën kohë ata e kanë ruajtur distancën edhe me opozitën me cilët do 1 milion njerëz që urzu ajo. Dëgjoj. Ajo stremorja. Po, mirë po frustrimi politik nëse nuk ka nga kush të kanalizohet, ai mund të davaritet. Apo kupton? Tash Serbia ndodhet në një situatë ose studentët duhet ta bëjnë qartë agjendën e tyre, që nëse dëshirojnë të jenë të distancuar nga opozita, që ata po thonë që ne nuk kemi besim as në opozitën, opozita është e fragmentarizuar totalisht dhe nuk ka kurfar ofertë dhe kurfar agjende, ata ose duhet të organizohen politikisht, do të ta sfidojnë jo vetëm me protesta, se vakët edhe nëse nuk shndrohet agjendë politike. Mbetemi te tema afrim se po zhvendoset debati. Po pashmangshëm se këtu janë mbetemi tek jo Brukseli dhe mendin që mund ta ketë Brukseli. Po për shkak se ka ekzistuar edhe një shpresë. Dëgjoj, ka ekzistuar edhe një shpresë për ndaljen e luftës në Ukrainë. Faktikisht tashmë po shihet që do dështojnë iniciativat për armëpushim në Ukrainë. Dje presidenti Putin viçë shpalli mobilizimin e ri, më të madhin deri tash në edhe atë mobilizim ai nuk është e bë për reklam. Apo kupton, është duke e bë për në tin kohë Gjermania për pas luftës së dytë botërore dërgoi një kontingjent ushtarësh në Lituani, gjë që nuk ka ndodhur më herët. Kështu që sa situata vazhdon kështu në Ukrainë, do të me atë sfidë shumë të madhe me cilën ballafaqohet edhe Evropa. Jo, nuk po pritet dinamizim të unë jam skeptik. Aty dialogu dëshiroj të jem gabim, dëshiroj që bashkia ndërkombëtare të jetë më e vëmendshme dhe të përdor kartat e saj në mënyrë që të vihet deri te një
normalizimi raporteve ndërmjet dy vendeve, sepse unë jam prej atyre idhëtarëve që besoj që duhet më normalizu këto raporte dhe duhet më marrë fund kjo odiseada, sepse na jemi peng kësaj teme, dashëm ose s'dashëm me pranu. Fatkeqësisht edhe në raport me Serbinë, nëse e shohim bilancin e vizitave të fundit që janë bën në Kosovë të burgshtetasëve perëndimor, edhe në Serbi, domethënë Kosovë kret tema kryesore është dialogu. Serbi ndërkohë vjen për investime ekonomike. Scholzi ka ardhur në Kosovë dhe në Serbi, po herën e dytë kur ka ardhur në Serbi ka ardhur për investime ekonomike. Kosovë s'ka ardhur hiç më për investime ekonomike. Makroni po ashtu ka ardhur për transakcione. Kosovës vetëm dialogu. Edhe shefi i diplomacisë britanike sot e nënvizoi rëndësinë që Kosova ta formojë shpejt qeverinë dhe të merret me dialogun përmbajtësisht edhe duke shpresuar që ky dialog të marrë kahje më funksionale se sa që ka qenë. Por, dhe alternativa ndaj dialogut është lufta. Normalisht që një diplomati, sidomos i Evropës, nuk mund të marrë me thonë këtu mos bëni dialog nëse janë i luftë, ose normal do të marrë me thonë dialog do një me bo, është normale. Por nuk do me thonë që fokusi është gjithçka te dialogu, se e thash edhe më herët, britanezët e kanë një çështje pak më ndryshe. Po ashtu, ministri jashtë më përmendi edhe industrinë e mbrojtjes, armatosjen. Pra tha që kemi mundësi për ta zgjeruar bashkëpunimin edhe në inovacion edhe në mbrojtje. Është normale, çdo diplomat duhet të thotë që duhet të dialogoni, sepse alternativa është lufta, ata s'mund me përmend tash me thonë doni me një luftë. Po nuk kemi shpresa, as unë s'kam shpresa. Unë pak peshen një farë frike të Vučići që ai për me stabilizu pushtetin e vet mund të kom pak më shumë i prirën me bon ai koncesion. Po adhone si afrimi jam skeptik. Që shkom qenë Britanik sot janë një alat i rëndësishëm. Kundërta se di nga njerë të veprojnë diplomacia perëndimore në këtë mënyrë duke po presionin që po i krijohet Vučićit nga brenda, ata tjenë edhe më tolerant në raport me Vučićin në mënyrë që ta mirëmbajnë pushtetin e tij, por as kosa nuk ka alternativë, dhe nuk kanë me kënd ta zavendësojnë. Më thonë uroj që të mos ndodhë kjo, sepse edhe lufta në Ukrainë e gjithë e di më ka një arsye shumë e madhe që i ka kriju komoditet Vučićit në këtë drejtim. Shumë e pesh pritet të ndodhë si vjetë në Kosovë, European Defender 2025. Stërvitja më madhe ushtarake në ato që bëhet në Kosovë, nga Kosova për gjithë vendet e Ballkanit perëndimor me aleat NATO dhe Kosova merr pjesë në këtë ngjarje që është një ngjarje jashtëzakonshme. Britanikët që nga pas lufta kanë ndihmuar në zhvillimin e kapaciteteve të trupave mbrojtëse të Kosovës, të FSK-s, sot janë aktive, ndihmojnë vazhdimisht forcimin e ushtrisë së Kosovës. A mendoni që është ka mund të diskutohet diçka edhe me konkrete mbase me zonën osmane kur ajo e nënvizoi rëndësinë e fushën bilaterale të mbrojtjes Shola? Ma shumë se në trajnime, në zbarkimet përbashkëta që tashmë janë të e bo me trupat britanike edhe me forcimin e industrisë mbrojtjes Kosovës, nuk e di çka tjetër ka diçka të rëndësishme në këtë fushë. Këto pra besoj janë 3 fushat kryesore që besoj që do t'i bëjmë palët që të bashkëpunojnë edhe më shumë. Po investon në siguri sot. Dhe është fat për Kosovën që ti kemi po këto aleat që janë krah Kosovës. Nuk ka ndodhur në histori matutje të forcave të sigurisë së Kosovës. Deri tash nuk ka ndodhur në histori që me kon me britanik me trokesh. Falë që po foli pak si nuda, po s'munët me naro kesh. Mu kon me britanik, s'munët me tro kesh. Mu kon me Gjerman, nashta munët me tro në her kesh. Ose me rashtet, po me këta është interesant, me këta nuk munët me tro kesh. Jënë dyqysh aleat shumë, dyqysh, edhe na kuptojnë, po neve na pëlqejnë ata se ata e kuptojnë mas mirë të Rusinë. Për ata më pëlqejnë shumë Britanës, ata e kuptojnë mas mirë të ambicje rrudhe, edhe janë direkt, edhe me pak ndashta vokacion diplomatik edhe në forume ndërkombëtare. Direkt janë zo i fuqishëm i Republikës Kosovës. Unë e thash edhe më herët, do thot bilëm na si Kosovë, do thot sa i përket agjendës eurointegruese kemi psu një goditje pikërisht për shkak të zhvillimeve që kanë ndodhur në Britani, dhe do të thotë sepse ki hub një zonë shumë avokus sa i përket interesave të Kosovës në kuadër të Brukselit, në kuadër të Bashkimit Evropian. Dhe ky përkushtim britanes për fatin e Kosovës krijon një ndjenjë sigurie, krijon një ndjenjë të qëndrueshmërisë apo edhe një ndjenjë të
Edhe kemi pa rastin edhe bilën pak më herët qysh trupat e forsave mbrojtëse të Kosovës së bashku me ato britaneze, do thot në truellin britanez, ishin duke i trajnu ushtarët e Ukrainës në luftë kundër Rusisë, ajo për mua ka një ngjarje jashtëzakonshme, do thot sepse ti po merr pjesë me një aleat, po merr pjesë me një aleat shumë të rëndësishëm që është vital sa i përket garantimit të sigurisë jo vetëm evropiane, do thot për të ballafaqur me ambicjet imperiale e hegemonike të Rusisë. Dhe kjo është investimi i drejt për drejt të targetuesi partner rajonal, do thot në kuadër të kësaj skeme, një kontributor në paqen evropiane. Që është më rëndësishëm për një përshtinë tonë në pritje që edhe po ajo që edhe kur është dialogu, unë gjithmonë më ka bërë përshtypje një fakt. Është vërtet që në aspektin formal dhe diplomatik Britania nuk ka dallu sa i përket komunikimit edhe deklaratave për shtyp, edhe në mandatin e kaluar për dialogun, por nëse përcjell një dukuri simbolike që për mua ka qenë shumë interesante, gjatë kohës kur vinin e njohura peshqja e diplomatëve, Kuinti sepse edhe Britania e ka të emërumin e saj për Ballkanin Perëndimor me theks për dialogun. Mu më ka rënë një sy një fenomen shumë interesant. Asnjëherë ai nuk ka ardhur bashkë me peshqen. Domthonë ai gjithmonë ka ardhur një ditë pas takimit të peshqës me autoritetet e Kosovës. Kjo mu më ka dhënë diçka shumë signifikative, në mënyrë metaforike e pa ta bërë një shkrim përçarja britaniko perëndimore për dialogun Kosovë-Serbi, fakti që ai shkputet nga peshqja një amerikane dhe për që zgjati dialogu tepër zgjati nga viti 2011 dhe kthej në facilitimin e Bashkimit Evropian. Po nuk bën me çudit rriti. Kjo BE nuk përdori mekanizmat e kushtimit ndaj një Serbie që nga fillimi ka bërë obstruksion ndaj një paqe të qëndrueshme në një proces normalizimit. Disa kryeministra ishin konstruktiv, shkuara populariteti tyre në akuzat e brendshme për dialogu ka humbur shumë kohë politike ka humbur. Edhe jem në vitin 2025 dhe sërish jemi përballë dilemave nëse ky dialog do të përfundoj shpejt. Gjë që bën nuk është dashme na çudit rriti, se na e kemi provuar me Miloševićin. Prandaj erdhën bomba. Prandaj erdhën bomba. Suspatën ata edhe perëndimor të ponë që veç bombat e kryin punën. BE-ja si entitet nuk i përdori mekanizmat e presionit të kushtimit mbas ndaj Serbisë. Po, njëra ndër arsyet është edhe kjo që edhe Serbia ka aleat dhe aleatët e Serbisë si çdo antar tjetër i BE-s ka drejt vetoja dhe mund ta bllokojë vendimarrjen në BE për ta pasur BE-ja një politikë më efektive. Prandaj edhe qytetarët e Kosovës dhe elita politike nuk ka pa fatkeqësisht shpresë të BE-ja që mund ta zgjidhë këtë problem. Aq më pak kur kemi parasysh që kemi një shtet i cili nuk po shkëputet nga Rusia dhe nuk po demokratizohet. Dhe prandaj është një problem që besoj që është shumë vështirë të zgjidhet. Për sa kohë kemi një Rusi e cila ka potencial për imperializëm. Pra, në atje është zgjidhje, nuk e shoh këtu. Do të me dobësu Rusin për me ndryshu Serbia. Nuk ka mundësi tjetër. U dasht me ra Bashkimi Sovjetik për me ra regjimet në për Evropën lindore. Për ndrysh ato si shën ra. Qashtu është edhe kjo, ende është në qatë dimenzion. Pra nuk shoh kur fa shprejse. Po, si do që tjetë, kam thënë edhe më herët, dialogu ne mund të bëjmë dialog edhe 1000 vjetë. Tek e fundit ma mirë me bu dialog se luft. Edhe dialogu është gjest humanitar, gjest civil, por duhet jemi të vëmendshëm që një pjesë, një kohë të konsiderueshme duhet ja kushtojmë edhe zhvillimit tonë në brendshëm dhe mos të bëhemi pengë dialogut pra të tentativat të Serbisë për me të marrë pengë që ti mos më fokusu çështjet në brendshme me gjithmonë i dop në mënyrë që ata me prit një ditë që siç e ka thënë edhe presidenti Vučić që geopolitika me shku në favor të Serbisë dhe ata me bo punën me ushtri, pra në mënyrë agresive. Pra besoj që na duhemi si qytetar mos me leju politikanë, edhe pse kemi me pas gjithmonë politikanë që duhet më marrë edhe me dialogun, po mos me leju politikanë që derën për me majt ata pushtetin me qenë gjithmonë dialogu. Jo, zotni, kallëzomi çka ke bu në arsim, shëndetësi, ekonomi, sundim të ligjit. Nëse kishin e rezultatet, i kemi vazhdu me të pushtet. Jo të me na tregu veç çka ke bu me Serbinë. Nuk mund është jashtu me të pushtet. Pra,
aspekt. Na, të më thonë, qytetarët e kanë votu zotin Kurti, edhe aja thejke me drejt që prioritet du tjetë prioriteti shtatë pro dialogu. Edhe pse ndoshta s'ka mujt me mri qatë synim, po është mirë se të paktën e kemi pas një kryeministër që thejke, hej, Serbia për mundohet me na mashtru, me na mojt peng me dialog, na du të me fokusu kohën zhvillimin e mbrëmshëm, pa marrë parasysh që edhe ky s'ka mujt, edhe ky u fokusu shumë dialog. Po mirë është që na me pas kryeministra që të paktën e përmenin edhe mundohen me i thonë popullit që ej, Serbia e ka strategjin, me na lon peng, mos me na lon më marrë me punë tona, pra me pas një kryeministër që besoj që kryeministri ka nevojë me na shpjegu këtë sens se e dim edhe unë edhe te apo kupton atëherë kryeministri është aty për me nru rrjedhën e ngjarjeve. Do thotë se këtu s'ka nevojë që qëllimet armiqësore të Serbisë nuk kemi nevojë edhe strategjinë e saj për bllokim të Kosovës, nuk ka nevojë me na shpjegu asnjë personalitet politiku në besoj, kjo kushdo që i përcjell në baza ditore zhvillimet politike, por unë do thot mos këtë qeveri e dialogut, mos siç Kurti erdhi në pushtet me këta nuk po nëse i përcjell agenda, nëse i përcjell takimet jashtë, ndruan në qeveri të dialogut. Nëse i përcjell takimet, këshire ndaje me përqindje takimet që i ka pas jashtë Kosovës, do thot ndaje me përqindje, sa përqind e vizitave jashtë Kosovës kanë qenë të fokusuar apo e zonë për tërheqjet e investimeve të huaja në Kosovë, sa kanë qenë për dialogun. Ti e shet që predominon tema e dialogut. Edhe tek kryeministri Kurti, do thotë bilem një kohë kryeministri Kurti për shkak të tash mos hym kështu, ai ishte fajtor, ishte një kohë për shkak të një izolimit vetëm në mundësi për departimin e Bruxelles kishte vetëm për temën e dialogut, për shkak të blokadës që ja boni diplomacia perëndimore. Kështu që ata ja dërguan sinjalin që e vetmja shans për ty, do thotë për rikthim në tavolinën e diplomacisë perëndimore është vetëm mundësia dialogut me Serbinë. Po e mbroj kështu qeveri. Bore Rita, di ku problemi. Apo qeveri që do t'i adresoj dhe më seriozisht problemet. Po, di ku problemi. Unë edhe nuk do t'isha kundër t'ishte qeveri e dialogut, po mos na mante peng tema e dialogut, sepse sikur ta formonim një qeveri që më në fund do ta ndërtonte edhe një lloj kontrate me bashkësinë ndërkombëtare që do të po japim një kohë, po japim një afat në këtij procesi që brenda 2 vite më një herë për gjithmonë merr fund kjo temë e madhe. Unë edhe nuk jam kundër kësaj. Ajo që mu më shqetëson edhe jam kundër, do thotë që me hyni me një proces i cili nuk ka afat dhe nuk dihet ku përfundon, dhe qeveria e ardhshme mundet, do thotë edhe qeveria e ardhshme me kon peng i zhvillimeve që kanë karakterizuar qeverinë paraprake. Si e shihni jo qeverinë në pritje që të formohet? Po një herë është e paqartë. Qeveri dialogut në bazë të ajo do të jetë obliguar. Do t'i adresoj më shumë zhvillimet që e prekupojnë qytetarin e rëndom kosovar. Nga aspekti social, ekonomik, nga aspekti arsimor, nga aspekti sundimit ligjit, aspekti shëndetësor. Në bazë të indicieve të para që po i shohim, do thotë nuk mund shmanget kjo temë, kur edhe një vend partner si Britania ta rekomandon që kjo është obligim, por problemi është a do të përkthehet në rezultate konkrete këtu vajte ardhje në Bruksel. Këtu ne kam dyshime nga Kosova. Tash nuk varet vetëm nga Kosova, por në anën tjetër sa i përket edhe Serbisë, bashkësia ndërkombëtare në njëra anë kur duket që po kushtimisht po e ledhaton Vučićin, në anën tjetër nuk është që nuk po investon me kufizu disa leva të tij. I kemi zhvillimet në Bosnë, unë jam i bindur do thotë që pa këtë kalkulim që duhet Bosnia të çlirohet nga pengo që po e mban Republika Srpska atë shtet, nuk do të ishte ky presion i madh dhe ky vullnet do edhe për ta arrestuar me çdo kusht. A do të ndodh ajo Milorad Dodiku? A do të ndodh tash mbetet të shihet mirë, po kemi parë një, sepse veprimet e tilla antikushtetuese ai ka bërë edhe në të kaluar. Edhe diskutimi këtu në studio po ndodh në dritë në margjina të formimit të qeverisë së re, duke cituar, nënvizuar dhe rikthyer mesazhet e diplomatit britanik një vend shumë mik të Kosovës, ku e nënvizon dialogun. Sërish dialogu mbetet fokusi në mënyrë që të etablohet një paqe e qëndrueshme në rajon. Po si mund bëhet me këtë beje, me zonin Kaja Kallas, me zotin Soresen.
pa një përfshirje direkte të, po them, të britanikëve, janë të përfshirë, po që të marrin përsipër ose një riaranzhman në kuptimin e moderimit, të ndërmirësimit i dialogu bashkë me Shtetet Bashkuara. Krenar. Ndoshta duhet të ndiqet një strategji tjetër. Strategjia duhet të jetë si ta bindim popullin serb që udhëheqësia atyre është duke i rrajt që mundon me arritë diçka në Kosovë. Ç'kjo do të thotë strategjia? Njëra ndër to, sipas bindjeve të mia, vetëm është arritur. Humbja kushtimisht, ajo s'ka qenë humbje, po humbja e veriut. Populli serb e sheshi fuqiçi, sporran. Fillojnë me po, e hupi veriun, po fillojnë me ngushtu hapësira, Albin Kurti e mujti, atë që ç'është folin. Na s'folim që shtu pa atje që shtu folin. Të ka mujtë Albin Kurti, ta ka marrë veriun, s'po ki qa mi bo. Këj që shtu që ka pe këqërni lojme dhe shëne opozitër. Është një strategji shumë e mirë, qysh mi angushtu hendekun udhëheqësisë serbe, pra mi aprish rana që i ka lidhur me Kosovën. Kjo është e vetë një mënyrë që populli serb një ditë më ardhë në zgjedhje apo të ardhmën e afërt edhe me thonë një politikan i cili janë nismë në rrajt për Kosovën si dhojnë vota. Ç'kjo do të më konë? Besoj që strategjia mas shumë të mund të udhëheqë në Kosovë. Jo në bëj, se e përmenëm që janë, ku janë sfidat. Kanë shtete pro-serbe, ka shtete pro-Kosovës, BE-ja nuk është një shtet i cili ka një politikë të jashtme të fuqishme, sikur të ishte BE-ja një shtet shumë lehtë kishte me qenë. Jo, veç 5 vende sikur na kishin pranuar këtë situata. Jo, se mas pari çosja kish me qenë. Sa ata pedojnë edhe Serbinë, afrem. Nuk pedojnë ata vish Kosovën. Ata pedojnë me marrë edhe Serbinë, se më thonë që e kanë shpall Serbinë armik, i shkon shumë lehtë. Se viç e kishin marrë Kosovën, Serbinë e kishin izoluar, e kishin shumë lehtë. Po ata pedojnë edhe Serbinë. Pra ata prapë kanë lidhë atu Serbinë. Ndëgjoj, megjithatë s'ka lidhje e kishin njoftë as e kishin njoftë. Nuk sikur Kom që so ma mirë, po adën. Unë jam i bindur që presioni kish më kon më i madh mbi Serbinë sikur të Kosova të mos e kish problemin e mungesës e peshës. Sepse qasja atër e Brukselit kish ndaj Kosovës kish me qenë si shtet. Ndërkohë na sot kemi një bashkim evropian që nuk ka qasje ndaj Kosovës si shtet, por ti duhesh me arrit pajtimin me Serbinë për me fitu këtë ti njohur nga shtetet e veçanta të Bashkimit Evropian, por jo nga BE-ja si entitet jo si nga ky entitet supranacional. Jemi të njohur de facto, po jo. De facto, po. Ata po Gjoshtja e Ballkanit. Ajo po, çfarë po ajo stabilizim asociimit i hapi legalisht derën në një raporti kontraktual direkt me BE. Saktë, edhe Gjoshtja na thonë, rend, nuk na thonë peshë. Gjoshtja e Ballkanit, ai një de facto, po de jure me letra nuk një, si do të jetë. Mbetën edhe disa ditë, edhe sa 12 ditë që të konstituohet kuvendi. Në pikpamje protokollare e dihet. E udhëheq deputeti më i vjetër në moshë, deputetja më e ri, bëhet çfarë them, certifikimi i mandateve të deputetëve, betimi, ku pedi ai protokolli i rëndon sipas verifikimi i mandateve, po. 5 zgjat. Është për çështje procedure, po thelbi është a do të kemi kryetar kuvendi me 15 prill krenar Shala. Tash mas po arena për më shku ka teoritë konspirative, na do të mu bazu çka ka thonë për shembull kryeministri, sa ai ka vota bajë shumë. Ai tha për një ditë i kryna. Për një ditë të dyja tha. Tash çfarë po nën kupton ai? Ai ose e ka bën strategjinë që komi gjetë dy deputet, se ka të tënon ndiko, nëse Rashishi po thotë që ka me votu. Tash na besojmë që 49, jo 48. Tash ajo sigurisht ka strategjinë për mizjet dy deputet. Edhe nuk ka problem me zgjedh dorën zemër dy deputet. Vështirë mi zgjedh 10 se 2. Nuk ka edhe çash vështirë. Ridi, unë s'besoj që është shumë vështirë. Edhe e dyta ai po thotë, nëse nuk mund me formu qeverinë, nuk ka kuvend. Çto dy ata i thotë. Tash unë s'po di cillën po fokusohet më shumë. Jo, tash janë ndonë si procese. Si procese po është indikative, ka thënë politikisht ka solli. Ai nëse do të vish me mot bloku. Në 2014 e ka kriju një precedent. Po jo. Atë kujtohet? Kur e ka prish Vloni. Po. S'ka konstituim kuvendit nëse se formoi qeveri. Edhe e bllokon, edhe kë mundet me bëj çfarë. Po, mirë po. Nuk me detyruar deputetin ti vetë kon. Sunë detyron deputetin me votë. Ja. Ai thotë gjykata kushtetuesi, gjykata kushtetuesi e obligon deputetin të jetë pjesëmarrës në ligji për deputet. Dëgjoj, a më lën ta. A është më votu? Po, jo. Për çka jarun autonominë. Jarun autonominë. Mirë pa ajo obligon që të jetë pjesëmarrës. Da, ata shkojnë. Shkojnë, dëgjoj.
Gjykata kushtetuese ka konstatu që partisë fituese të zgjedhjeve, ato që e nje KQZ-ja, do thotë, partinë fituese lëvizjen vetëndosje se guxoja dhe alternativa nuk ekzistojnë si parti politike. Lëvizja vetëndosje është. Nuk ekzistojnë si parti politike në Kosovë. Ato mund mi bë çe vetet, për shembull Mimoza dhe Donika, e më shpall bashkëkryetar me atë pecin, por ata nuk ekzistojnë, nuk kanë subjekt politik, domethënë ata janë si lëvizja vetëndosje është fituese. Lëvizja vetëndosje e ka të drejtën. Dhe çat drejt nuk mundet m'ia marr askush lëvizjes vetëvendosje. Por gjykata kushtetuese nuk ka dhënë sqarim çka nëse kjo don me blloku këtë proces. Ajo ja ka dhënë drejtën me propozu, por jo për mos me propozu. Ndërkohë, për shembull, Partia Demokratike e Kosovës e ka bë propozimin, por Agimalio me sa diun e ka qenë kandidat. Po partitë opozitare nuk ja votojshin kandidatë. Tash lëvizja votoni sa Mustafën. Jo, e votoni sa Mustafën deri në fund. Po dhe votoni sa Mustafën. Fillim, shumë mirë the. Po, gjykata kushtetuese e rdhaj. Problemi i Mustafës pas partisë parë. Çfarë buni PD-k-ja? Enali. A di problemi pse tregove deri në fund. Po deri në fund po ndërpreve. Hajde, më fal. Problemi vetëndosjes cili është? Nuk është që opozita s'pja voton krye parlamentarin. Po kjo s'po don me propozu. Është dallimi i madh me PDK-n në 2014. 2014 PDK-ja ka bërë propozimin, jo po deri në fund. Po që 2014 Partia Demokratike e Kosovës e propozoi. E ka bërë propozimin. Sakt. Propozimi i saj s'ka kalu. Ka kalu Isa Mustafa. Ka kalu Isa Mustafa. Ato e kanë rrezu. Tash lëvizja vetëvendosjes. Sipas asaj që the ti unë nuk e di që po thot kryeministri ose ka kuvend ose edhe qeveri ose s'ka kuvend. Ai ka thënë në një seancë të bëhet qeveria të bëhet, apo ka thotë të bëhet njëjtën ditë qeveria dhe kuvendi. Po që nëse s'ndodh mu formu qeveria, s'do të formohet as kuvendi. Po mund të proceset ndara. Jo, po këto janë proceset ndara njëra me tjetrën, apo kupton? Edhe nuk mundet me formu, sa ai mas pari duhet me marr mandatin prej presidentit. Çka paralemroj me këtë kryeministër? Si e lexon këtë deklaratë? Unë që në bazë të kësaj, atëherë ai pas sa dhon sinjal se ka me tentu me blloku konstituimin e kuvendit, nëse nuk i ka numrat për formimin e qeverisë. Me qenë se kena gjykim gjykatës kushtetuese për te përfasimit politik, ai është dashur kryetari i kuvendit të votohet nga gjithë. O kry, PDK-ja e dha u shpreh Bedri Hamza, kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës, tha na nuk kemi asnjë dilemë, asnjë pengesë, nuk do ta vendosim në votimin e propozimit të lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje i ka numrat e mjaftueshëm për konstituim të kuvendit, edhe të kryesisë edhe të kryetarit saj. Tash ai veç nëse nuk don me marr këtë detyrë për shkak se Albini s'mundet më bë kryeministër, atëherë s'ban po hipotetikisht po quhet Zglauki më bë kryeparlamentar. Ka të shkuar 49 vota i ka krenar aktualisht. 80 vota i ka për kryetar të kuvendit. Këtë japin edhe le 100 vota për qeveri e kam fjalën. Po nice. Për 49 vota i ka aktualisht me Nenad Račić vetvendosje. Plus 10 pakicat jo serbe. Nuk di ai ka 10. Po, na po bazojmë në deklarata publike. Luajn ato pas. Po se bazojmë. Po. Plus 10 për themelim komunës e për plus 10 figuraty i bëjnë sa 50 plus ku i merr 2 deputet për qeveri. I ka siguruar dhe Publi thot i blen. Unë pak fjalë vrazhd ajo mi ble se ti deputeti është i lirë. Ajo deputeti i Republikës Kosovës, është ai deputeti i PDK-s, ai AK-s, atë këto duhet të pas qartë. Nuk shun lesh ky është deputeti i PDK-s. Është deputet i lirë i Republikës Kosovës. Edhe ai mundet me ndryshu qendrim. Jo, sepse kemi çfarë favore i bojnë, çfarë marrëveshje, koalicioni, mundën me marrë vesh në mënyrë si koalicioni që shmerret për shembull. Të lutem besë më falin, se veç pja futi këtësu nuk e di që shja bojnë, po të lutem si deputet në propozo një zëvendësministër edhe një ambasador në ta votojna. Për shamë. Unë që shtu mja bo. Edhe ajo një farë marrëveshje koalicionit, për shamë. Këto matematika bën... Por të pazakonta janë për lëvizjen vetëvendosje. Po tash unë nuk e di si të pazakonta në pikpame para se vinte në pushtet. Nuk ka pazakon se gone presidentës. Kujtohet një deputete. Dy edhe Grainca, po. Ka kalu, po. Po, tash në fakt ajo po që s'pat nevojë, mirë po që çdo këtë kurti e boni atë lëvizje për me shtu presionin mbi mos më pas shantazhe më të mëdha prej listës serbe. Po nëse në rregull ajo tash ai kurti me një qeveri me 62 vota për ta drejtuar. Po marrën. Qysh jo. Unë tash nuk e di, do thot nuk e di sepse
është telefoni dhom, ka shumë tema të nxehta. Po tash qyre për temat e dialogut e ka për krajën e opozitës. Nuk është që do të sepse nëse ekziston një presion i madh, bilën pika ma që ma pak që mundet mu sfidu kryeministri Kurti, është dialogu. Është dialogu çush ka ndodhur në mandatin e kalu. Bilën ai ka pas presion për opozitës pse nuk po është ma hiperaktiv në dialog dhe jo pse po shkon në dialog. Kështu që kështu nuk e shoh problem punën e dialogut. Do të opozita ja jep mbështetjen pse nëse të vjen ty një presion i madh ndërkombëtar, si kur rasti i ministrit punëve të jashtme britanik apo ndonjë i dërguar diplomat amerikan me peshë të madhe dhe kontakton partitë opozitare, mendon që ato mundin me sabotu këtë Çka procesa? mësoi Kurti nga pushteti 5 vjeçar, nga Kurti në qeveria Kurti 1 dhe Kurti 2. Po. Au adaptua Po mund do koalicion me nismën, mund do. Po duket që po. Po duket që po, se tash ti pi vjen pak vështirë me lëshu pushtetit. Po sipas në pikpamje edhe të politik bërjes, pikpamje të matematika, pikpamje të kalkulimeve. Mund do që në bazë parametrave aktual, ne kemi thonë do thotë se Kurti do thotë është i bllokuar politikisht në formim të qeverisë, jo në aspektin procedural, sepse me listën serbe unë gjithë jemi pajtuar, ajo është vish punë e përfunduar tash çështja e formimit të koalicionit qeveritar, mirë po tash Kurti do detyrohet mbase ti ka përdi njërin prej premtimeve politike që i ka dhënë. Atë që lista serbe nuk do të rikthehet më në pushtet, po ashtu edhe partitë ishte regjimit të vjetër. Se ajo ka shpallë si mision vetë, ka shpallë si mision politik çlirimin e Kosovës nga këto entitete politike. Në këtë situatë mund ta kemi një Kurti që e ka përdin njërin prej çtyne premtimeve. Po bëj pyetje rastisht, a mësoj zanatin? Po mësoj zanatin, mirë po që nuk mund të rikthehet shumë në bumerang. Unë nuk e di, tash po spekuloj, pse muri konotacion negativ fjala spekulim, po supozoj, është i mundur koalicioni me nismën. Dhe me këto lëvizjes vetëvendosje nuk do t'i rikthehej në bumerang ky koalicion, përkundër premtimit që me ish partitë regjimit vjetër, nuk bëj koalicion sepse Kurti i sprovon qytetarët e Kosovës, mbështetësit e tij që para një dileme. A jeni që agentët e Radio Qiçit kthehen pushtet apo Fatmir Limaj? Cila do të ishte përgjigjja e qytetarëve të Kosovës në këtë rast? Po mirë kuptojnë qytetarët, e dinë se si ka votat e mjaftueshme. Si ka votat e mjaftueshme? Nuk votoi që vetëm zoti Kurti ta drejtojë. Kjo pyetja politike që në fund para formimit të qeverisë mundohet që sprovohen qytetarët e Kosovës. A janë për rikthim të Radio Qiçit në pushtet apo të Fatmir Limajt? Cila do të jetë? Unë jam i bindur që shumica e qytetarëve të Kosovës për shkak të sentimenteve nacionaliste që ende dominojnë dhe dominojnë. Po supozoj, nuk e di, po supozoj, po supozoj. Zoti Kurti dhe vetvendosja, partia e tij u deklarua që ne hyjmë në koalicion pa marrë asnjë gjë. Dëgjoj, zoti Limaj e ka dhënë një deklaratë në radio televizionin e Dukaxhinit. Dhe kur po tham unë po supozoj, këtë supozim po e ndërtoj duke marrë parasysh edhe ato që ai vetë ka thonë. Nuk jam këtu unë jam i gatshëm të ulë me çdo lider politik pa përjashtuar edhe liderin e lëvizjes vetvendosje për ta zhbllokuar procesin e krijimit të institucioneve të Kosovës. Kështu që kjo ka ardhur deklaratë nga vetë zoti Limaj. Në të njëjtën kohë do thotë, momentin kur ai ka shpreh veten të gatshëm, ka shpreh vullnetin që për t'i hap dialogun me gjitha forcat politike, nuk e përjashtoi skenarin e bashkë, sepse duket që është varianti më i mundshëm edhe më i afërt krijimi një koalicioni. Ju do ta bëjnë. Jeni për të radhëruar zotin Limaj. Po ç'kjo dilema kryesore. Po dëgjoj pyetje populliste këta. Po tash dëgjoj tash. Jo racionale. Po jo është pyetje jo racionale, është pyetje. Po jo pyetje populiste, mirë, po tash edhe unë edhe ti edhe krenari nuk jemi në këtë beti. Nuk është e rastishme pse ata janë aty, janë atë beti dhe kanë marrë vota dhe jo pak pyetje të këtilla dhe jo pa pyetje të këtilla populiste e kanë fituar këtë mbështetje. Interesante. Masive. A humbi përfundimisht ideja që opozita ta bëj qeverisë sipas sush. Ka qenë humbur që prej fillimit. Ai ka qenë vetëm taktik negociatore për me rrit sa më shumë pazarin kashi negociatave potenciale me vetvendosjen. Kush humbi, kush shkaktoi, si më thon. Dëgjoj, unë dje kum pas një shkrim, pak u mundova me elaboru, kum pas me elaboru shpresës për opozitën. Po gjithërit, nuk kanë pas vullnet, nuk kanë pas, ka qenë iluzion për shembull. Ishin kushtet e Abdexhikut ato? Po, ajo tash, dëgjoj, unë bilem dje po tani shkrim tash, më shumë se sa
kryeministrit Kurti edhe Fatmir Limaj duket që koalicioni nisma me vetëvendosjen po i konvenon partive opozitare se sa vet këtyne. Sepse atëherë në këtë mënyrë mund ta gjejnë një lloj shpëtimi politik që ta gjejnë një lloj kokë turko që quhet, kështu që ky është fajtori pse neve na bllokoi për me formuar qeverinë, a që në vërtet nuk janë të interesuara as vet për me bë këtë Vetë partitë opozitare. Po, Hamza Huton Hoç. Mund me improvizu, Nuk mori pjesë. Ashtu edhe siç është pritur, e kam përdorur Hamzën. Kështu që nuk mori pjesë në certifikim si deputet, shkoi përsëri në Mitrovic, u kthye mbajti një konferencë për media për ta mirë mbajtur, si më thënë, diskutimin mbi mundësinë e një qeverie të opozitës, por e vërteta është ai u kthye në vendin e tij të punës. Këtu në këtë studio unë disa herë kam thënë për shembull që e shoh të pamundën jo vetëm për shkak të sfidave, normal edhe sfidat gjeopolitike, dialogu e këtu që nuk do të ishte një koalicion i qëndrueshëm, po edhe shija e pabesisë që i kanë lënë njëri tjetrit partitë aktuale opozitare, frika do thotë se sa do të ishte koherent ky koalicion i mundshëm, sa do të ishte në nivel të detyrës, për shkak të fragmentarizimit që kanë për shkak të fragmentarizimit madh kanë pa të pamundër formimin e këtij koalicioni qeveritar. Në të njëjtën kohë, atëherë partitë opozitare ndodhen përballë një dileme. Ose njëra metodë bëj koalicion me kryeministrin Kurti, ose të shkohet në të jenë të gatshme sa do të bënte Kurti tash, kjo është temë tjetër, ose të shkohet në zgjedhje të nuk do të aftoj masë. Të shkohet ose të jo për ato deklarime, mund të deklarime ditë po në kjo referon. Ose të jenë të gatshëm të shkojnë në zgjedhje të reja të parakohshme. Në këtë situatë, në këtë ambient, në gjendjen në cilën ndodhet lidhja demokratike e Kosovës na që po e shohim. Zgjedhjet e parakohshme do të ishin fatale për ta. Po edhe Partia Demokratike e Kosovës, pavarësisht se ka pas aftësi me menaxhu edhe kapacitetin me menaxhu më mirë tensionet e brendshme, se nuk është që s'ka tensionet brendshme, ka pakënaqësi për shkak të shpërndarjes proporcionale të deputetëve në zona, ka shumë pakënaqësi aty. Edhe Partia Demokratike e Kosovës, nëse shkohet në zgjedhje aktualisht, ky është maksimumi që ka mujt me mri me kandidatin e saj Bedri Hamzën, maksimumi i votave. Në zgjedhje të reja tash të shkohet, kjo do të ishte fatale edhe për Partitë Demokratike të Kosovës. Kështu që në këtë situatë, edhe për AKL mos forum, kështu që në këtë situatë, askush nuk mund të që mund ta ketë edhe lëvizjave të vendosjes. Edhe lëvizjave të vendosjes, por këtu të mbeson këto situatë sepse lëvizjave të vendosjes është fituese. Apo kupton? Është fituese, kur je fitus, mobilizohesh më shumë. Kur je humbs, demobilizohesh më shumë. Pak jam kon shumë rehat vetëm shumë. Si marrim një 60 na, mos u mërzitni. Shumë janë zgënjyme se tash të shka nëse i dhezin motorat, po nej, si kena shumë punë të mirë. Për shembull, se nuk e di tash që po du ti, nashta ata s'mundën as mu rrit, nashta edhe bin, nuk i di. Kështu që në këtë situatë motorat i dhezin, se rahatin e kanë pas. Kështu që në këtë situatë nëse ndodh koalicioni, nisma me lëvizjen me vendosje, nëse ndodh, dhe ky koalicion e para i shpëton partitë opozitare në situatën pas tek dalje në të cilën ndodhen, por edhe lëvizjes vendosje ja krijon një komoditet që ajo në mënyrë të ekspozohet para opinionit publik si i qëndroj konsekuent narracionit e saj që të paktën lista serbe për të mos u rifuqizuar politikisht në institucionet qendrore. Ja formulova argumentin publik. Justifikimin. Jo, ndëgjoj, kjo nuk do thotë që unë po tentoj me analizu. E parashikove një lloj justifikimi. Ndëgjoj, kjo nuk do thotë që unë jam i ftohtë do ta artikuloj vetëvendosja. Ndëgjoj, nuk do thotë që unë jam i ftohtë kësaj formule. Unë po tentoj në kontekst të temës se çfarë lloj narracioni do të përdori për të justifikuar publikisht për një epilog të tillë të mundshëm. As opozita s'ka pas vullnet për afrime për me bërë qeverinë edhe disa në studio tonë disa në studio tonë kanë potencu që nuk po e shohat asnjë indicje nuk kom po, jo u takuam, jo s'u takuam, larg është koha e diskutimit, larg është koha strategji. Mirë që e kanë lujtë, s'ma hidhe, po. Kurti kryeministër. Përsëri. Nuk është që se kena prita. Shoda,
Si e sheni për shembull nismën socialdemokrate, si kokë turku e quajti afrimi figurat vesh kështu? Jo nuk e quajta unë, thash, partitë opozitare kanë nevojë për një kokë turke për ta shpëtuar veten, apo kupton? Po është një problem i vogël. Po. Se ti përdin me legje hub mandatin nëse bëhesh pjesë e qeverisjes. Jo, po ka plot kuadër nisma në këtë drejtim. Kuadër. Po që të është problemi, apo do në ky mu bu ministër, apo do më nejnë kuvend. Nuk janë këta njerëz që kanë qenë më nejnë kuvend. Ja, nuk besoj Nuk pozita. ka qenë Jo, dëgjoj, pozita e kryeparlamentarit do të ishte shumë për fatmirësim ai bile jam i bindur që ai s'ka qenë më nejnë kuvend. Po. Ai ka qenë më apo kupton, ai u vënë masni. Për pozita e kryeparlamentarit që e ruan edhe pozitën e deputetit, sepse si kryeparlamentar e ruan pozitën e deputetit, do të ishte kobode për fatmirëlimaj. Sakt. Kështu që nuk është i pamundur. Jo, po mendoni që zgjidhja mund bëhet për Liman si kryeparlamentar. Mund është shumë gjasat janë të moja. Supozim. Gjasat janë njerëzagonisht moja. Njerëzagonisht moja. Supozim në cilin kohë ajo pozitë sepse Lima i ka pas pozita ministrore, ka pas gjitha pozitat. Para datës 20 prill do ta kemi qeverinë, sipas këtij diskutimi, analizës. Tash e përmeni afrimi tërthor azi një procedurë, tha po duhet edhe presidenti me nominu. Pa ajo mundet më kry mrena orës. Çati për çati, nuk është që do të me prit tash presidentja, prit çapo ndodh njerë me kuvend, mas një 2 javë ja e nominoj. Ajo mundet më kry. Jo, zyrën presidentja e kryen zyrët vetë. Edhe mund të thirr kryeministrin. Nuk është mund thirrën brenda lidhjes. Po mëre, nëse s'konstituohet kuvendi, apo vend aty është. Ajo që po thoni do të kemi kuvend të konstituar me 15. Në aspektin numerik do të kemi qeveri para 20 prillit. Ndëgjoj, tash rrit na vesh po skenarët po i diskutojmë. Ajo që po thoni duke e diskutuar aspektin trendin e zhvillimeve reale të atyre që mund t'i referohemi si zhvillime reale politike, se ç'mund ndodhin. Objektivisht përtej zanate që kanë politikanët për të shkaktuar deklarata bombastike, për të shkaktuar pritje e tjera për të rritur pazarin secil njëri tjetër, por duket se kuvend të konstituar do të kemi. Po edhe nëse ndodh koalicioni me nismën, se po e ndërprim. Po. Kjo është konform disa deklarimeve të zyrtarëve të vendosjes se nuk janë duke bërë koalicion me parti, por me deputet. Sepse nisma nuk ekziston si formacion politik në kuvend të Kosovës. Ajo është veç pjesë me aleancën, ndërkohë nëse ndodh shkputja prej aleancës, nuk mund të krijohet një grup parlamentar i nismës për Kosovën. Po që të krijohet grupi parlamentar edhe mund të krijohet, por duhet të ketë 6 deputet. Duhet marrin prej nëse vendosja do m'ia bën dhurat një 2 deputet për mja. Si i shikoni akuzat e fundit betejën brenda LDK-s? Të shokoj apo jo? E përmeni edhe afrimi, para menu me bu me shku në zgjedhje. Që aty e dhërejna çfarë ndikimit madh mundën me pas çto skandale që kanë ndodhur. Për vjedhje votash të diasporës, por nuk pat prova konkrete. A është një si betejë midis individëve? Nuk pat prova konkrete? Jo, me thonë Filan Fisteki... Jo, Filan Fisteki jo, po... E kam fjallën për aspekt gjyqësor, kërnave prokuroria, në detyrë zyrtare duhet në iniciativet, por duhet intervistoj këta, ish dashtë besoj në ex officio, detyrë zyrtare të njësë prokuroria atimet, por që të njësë duhet intervistoj këta për kë kam pasur fjallën. Konkretisht. Se nga tabulatët ne nuk pa më emra, po më tepër mlef të kandidatëve se që kanë bërë me vota, që edhe mund quhet manipulim, deformim, po kryesisht viktim ishin njerëz të diasporës, mërgjimtarët ta. Ata me zërë kërkështë, po menoj, kam pas ata koordinim me partinë të Prishtinë, së është ata që e kam bu në krye veti, ata diasporës. Apo jo, logikisht kështë. Si shini këtë betejë jo? Për mrana? Po përbes... Se nisi një debat, edhe me zotin Hoti, kryeministrin e Kosovës, kur i kërkoi llogarizonje Abdigjikut për rezultatin. Sipas bindjeve mia, LDK-ja në këto zgjedhje ka pas sukses. Tash disa celula brenda partijake që nuk kanë qenë pro kësaj udhëheqësie, ata mendjes po presin me gjetë një hapësirë për me kritiku dhe me thonë që kena dështu se s'kena dalë partia e dytë, po pritet qash kanë qenë rrët, 5% më rritë, është sukses. Qa, mërëzu Albin Kurti për 12%, ba, pritje nuk është racionale. Pritja është partia me fillu më rritë. Normalisht unë si
kisha qenë antar i partisë, për bu kishte qenë sukses. Normalisht që ndoshta ata kanë pas pritje që të jetë partia e dytë, por ja që edhe Pritje kanë pasur që të jenë partia e dytë. Po ja që edhe PDK pa sukses. Se nuk ka, unë për shembull kam pritë që PDK ka me rujt votën. Edhe kanë me qenë të kënaqur. Sa ata ndoshta janë tutje që mos po binë ende. Po ata rritën. Kështu se çaja e bonit mundun ata me rujt statusin e partisë. Opinioni mediatik publik. Pritja u artikuluar. Nuk duket që PDK ka dështu, po çu ky skandal e me sakatan. telefonata. Në sakatan, po. Çfarë imazhi krijon? Po shumë vështirë, shumë imazh të keq. Ja hub çat momentumin që e fitoj që ne jemi parti që përkundër që kemi rënë 12%, na kemi fillu me ecë. Tash çatoti ja stopan, edhe e sakatan. A e sakatan? Po besoj që ashtu. Tash të shohim. Se duket që rivaliteti ndodhi më shumë midis VV-s e LDK-s pastaj pas publikimit të mesazheve. Po edhe lëvizja vendosje ka adresu edhe në organet kompetente, do thotë, dyshimet e saj për abuzimin e mundshëm të votave të diasporës. Ato si BZAP-i ashtu dhe Gjykata Supreme i ka hidhur poshtë si të pabazume, sepse siç duket Gjykata nuk merret me hetime. Gjykata Supreme i ka hidhur poshtë, i ka dhënë drejt gjykimit të BZAP-it. Racionalisht gjykata nuk merret me hetime, merren me lëndën që kanë ta Se gjykata s'ka mujt me inicu procedura hetimore. S'ka pas prova shtesë. Nuk ka pas prova shtesë dhe asnjëri prej këtyre nuk kanë bë deklarime publike. Këto vetëm u dekonspirun komunikimet e mbrëmshme të tyre mbi dyshimet për shtrembrimin e vullnetit politik të diasporës që po ndodh. Do sepse as Arben Gashi as kërkush nuk ka ofru prova konkrete, nuk ka deponu në gjykatë, nuk ka deponu në gjykatë. Ai lamë nuk kuptu se ai din diçka. Tash kjo problemi. Kjo është tekst me shkrutash, ai tërthora se thash skem kriminale, domethënë ai po din diçka. Tash kjo flet për një luftë mbrëmshme politike, nëse Arben Gashi dhe Armen Zemaj, Manaj, Shkambana i cili pas pozitës së nënkryetarit Prishtinës u tërhoq nga akt akuzat, se do e mru kryetari. Tash këtu janë dy mundësi. E para është ta kanë ndonjë informat për ato që po e quajnë skemë e mbrëmshme kriminale, por nëpërmjet saj dojnë me e ushtru presionin politik mbi leadershipin e LDK-s, konkretisht Lumir Abdigjiku, pasi është kap në këtë aferë për përfitime të mbrëmshme politike, ose nuk kanë asnjë informat dhe nuk mund ndëgjoj, rit. Nëse ke informata, dëgjoj. Abdigjiku tha, nëse ke informata, po e po shumë mirë tha, nëse ke informata. Ta ruajmë partinë, por rit. Në këtë korrespondencë është vetë Abdigjiku. Dëgjoj. Ai dashur prokuroria se e pyeta dje edhe një observues nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, Gzim Shalin, që njeh shumë mirë mënyrën e sistemit të drejtësisë. Gjykata, paneli zëdhor për ankesa dhe parashtresa ka vendosur që nuk ka prova për ta rrëzuar vendimin për votat e ardhura me post. Njëjtë ka vepruar Gjykata Supreme. Sepse Gjykata Supreme vepron ndryshe kur ka prova shtesë materiale. Në këtë rast gjykata nuk merret me hetime. Prokuroria zhvillon hetime. Dhe ai çdosh në rastin konkret ex officio sapo diskutojmë të kemi lajme nga prokuroria speciale ose niveli prokurorisë për nisjen e hetimeve. Për t'i pyetur gjithë këta për ta sqaruar çdo gjë që ka ndodhur me vullnetin e votave. Sepse këta kanë folur vetë. Ama edhe nëse këta kandidat kanë prova. Po flasim për sundim ligjit. Për sundim ligjit. Nuk po flasim për vullnet të tyre, kanë vullnet ajo për shkuar në prokurori. Po jo, se edhe nëse këta kandidat kanë pas prova dhe nuk i kanë denoncuar, janë bashkëpjesëmarrës në krim. Sakt. Po prandaj problemi ai dash prokuroria ex officio të nisë hetime, ti thras man mbytet nis rast për të punë. Po ato djo bënën publike rit. Këta nuk kanë bë denoncime publike. As Arben Gashi as kërkush nuk ka bë denoncime publike. Po ex officio ndetyrë zyrtare, prokuroria me hap rast ndaj kujt do të qoftë në funksion të frymës për zbatim randë të ligjit. Kur një rast mbyllet, nuk e di a mund është. Jo, për ky rast i veçantë. Nuk ka lidhje kjo juridikisht me atë se si ka vendosur PZAP dhe Gjykata Supreme. Kreçka kemi na sot na ka po diskutuar material që shoq indicje për konsum të veprave penale, për deformim të votës. Dhe prokuroria
Po, prokuroria Nëse ka mbyll. sipas Ka dhënë Gëzim vendim Shalës, gjykata. Ka dhënë s'ka kur gjykata. Jo, gjykata Tash ka po vendosur dalin për prova rast të reja. tjetër. Jo, prova të reja s'kan dalë. S'ka prova të reja. Prokuroria, Ka gjykata nuk merret me prokuroria i çdosh me ndërmarrë veprime hetimore sipas Shalës. Për t'i pyetur ata në kërkim të provave, se aktualisht nuk kemë prova. Aktualisht nuk ka prova. Prokuroria do duhet sipas tij të ndërmerrte veprime konkrete hetimore në kërkim të gjetjes së provave. Në mënyrë që ta ushtrojë funksionin e vet. mbase prokuroria mund ta bëjë këtë punë, tash unë nuk e di se si do të shkojnë në procedurat. Mirë, po mu ka dok signifikative edhe fakti pse këta persona që kanë akuzat këtilla për manipulim të votave dhe që sipas tyre kanë informacione që kanë ndodhur se po quhet mashtrim kriminal, term shumë i rëndë. Vjedhje industriale, mashtrim kriminal, pse asnjëri prej tyre nuk ka ofruar dëshmi pranë organeve juridike. Që i bën përgjes po ashtu heshtja e tyre që i bën përgjes, se mbase që thonë të na një fjalë e kanë kap me presh përdore kryetarin dhe mund t'i përdorin tash këto prova që ata i kanë, por që nuk i bojnë publike për të ushtruar presion politik mbi Lumir Abdigjikun, ose për të kërkuar zgjedhje të Si po debatin e VV-s, akuzat të VV-s kundrejt LDK-s? Ishte një rast i artë për ta, politikisht? Po tash red kundërshtarët mos ndërtuar momentum të përkohshëm ta them. Nuk është vetëm atë që ndodh, nuk është vetëm atë që ndodh. Po, betejë legjitime ndodh, do thotë mos prit që kundërshtarët tash kanë me demonstruar mëshirë ndaj teje, apo kupton, kështu që kjo është normale, vetvendosja tash tenton me legjitimu narracionin e saj që paraprakisht ne ju kemi dhënë indicie që LDK-ja e ka bërë këtë abuzim të votave, por vetvendosja më tepër se sa për kandidat është për rritje të votave të lidhjes demokratike të Kosovës, ndërkëtu brenda kandidatëve po ndodh lufta sepse ky kandidat ka marrë më shumë vota se sa më shumë betejë të brendshme politike, kjo betejë të brendshme politike, ndërkohë edhe lidhja demokratike shumë panevojshmërisht edhe kryetari Lumir Abdigjiku edhe disa eksponent të afërt të tij shumë panevojshmërisht fillun të hedhin akuzat duke nxjerrë këto si një lloj konspiracioni të armiqve të jashtëm të lidhjes demokratike të Kosovës. Nuk besoj që unë Partia Demokratike e Kosovës, Nisma, Aleanca e kanë nxit Arben Gashin e Abdullah Hoxhin, as më tepër këta janë çasti persona. PDK s'ka folur fare për të. Po s'ka folur fare, apo gjatë gjithë kohës tash LDK-ja tentoi me e zhvendos theksin te kundërshtarët e jashtëm të saj që ata na i bën. Ky është debati. Por ishte Lutfi Aziri mbrëm në një televizion tjetër në Kanal 10 kur tha që çfarë mesazhe kemi na që na kanë shkruar neve me bomë nxjerrë mjavçit ata në sherr s'mund dalin, kështu tha. Ju drejtu indirekt grupit brenda LDK-s, jo grupeve tjera. Çfarë grup? Po, supozoj Abdullah e këtyre tjera. Po, luftën brendshme. Mjav nxjerr tha mesazhet e juja, tha juve ju vjen marrë medal në sherr. Po duket që kjo klika e vjetër që hupi pushtetin LDK, po dojnë mu mobilizu me rrezu klikën e re që ka fitu pushtetin LDK. Njëra ndërto është që tu akuzat, tjetra është që ti s'ke pa sukses, s'ke dal partia e dytë, etj. Pra është luftë brendshme, klasike luftë brendshme. Dhe për fund do doja, a ishte moment i artë kjo për VV-n? Nuk e di çfarë fiton VV-ja këto. Për pas që kundërshtarin ka qenë me pa data, do mos mu di kështu çfarë. Shpërthej rrjetet sociale spat deputet i vetvendosjes që nuk u përfshirë këtë. Jo, vetvendosja tenton mi dy përfitime kryesore në këtë. A ju kemi thonë kush janë këta? Dy përfitime tenton për mimëri, do të thotë që faktet edhe pretendimet tona kanë qenë të sakta, mirë po mjerisht Bzapi edhe Gjykata Supreme kanë vendosur gabimisht, dhe tash në funksion të kujt, në favor të kujt kanë vendosur të regjimit vjetër, a është Lumir Abdigjiku regjimi vjetër apo Abdullah Hoxhi është regjimi vjetër, kështu që është një dilemë shumë e madhe që se ka qartë lëvizja vendosin këtë. Betejë brendshme, por që me gjas do të del punë sipas Gëzim Shalës edhe prokurorisë. Normal me çfarë dolen në pushtet. Është ky përfitim një për mi dhënë legjitimitet narracionit saj dhe mos harrojmë jemi shumë afër
edhe pak ku kanë me zgjedhjet lokale është betejë për Prishtinën, që është ndërmjet vetëvendosjes edhe LDK-s mbetet betejë kryesore kush e fiton kryeqytetin dhe sa më shumë që dobësohet nga brenda lidhja demokratike e Kosovës, aq më e favorshme bëhet situata. Fragmentarizimi, po. Aq më e favorshme bëhet situata për lëvizje në vetëvendosje. Një është e para narracioni i saj në aspektin juridik dhe dy në aspektin politik për zgjedhjet lokale, sidomos në komunën e Së paku brenda LDK-s ka debat. Ashtu si është ky debat, me kosto pa kosto ekziston ky debat në parti tjera. Ama rriti, nuk do me pas debat ku përçohet partia. Debati do të më konë që më forcu partia, se që e qëllimi të Fraksionet janë edhe në partitë më të mëdha në botë. Këtë është në rregull, po jo Legjitime. po veç jo më ço partia. Po me vazhdu ai fraksioni me mbietu aty, jo dhe partia me mbietu. Çati bëj Megos. Tash LDK-ja ti na mundë me thonë Po jo, ndoshta aty me pse, konstatu që jo nuk parti është ma vetëm- demokratike se këto. Ama po jo me pas kriza më përço. Është demokraci rreth. rreth. Po tash ata kanë frustrime për shkak se edhe mënyra që është përdorur fushata, ajo ka qenë evidente, ka pas një sforcim, do thotë edhe një investim të strukturës drejtuese të partisë, vetëm të një grupi caktuar mrena lidhjes demokratike të Listës. Kosovës. E ke po prezencën media tyne, e ke po trajtimin që është bërë, e ke po aktivitetin e tyne publik si është prezantuar, do thotë që nuk ka qenë e rastishme. Po e zomni Abdullah Hotit media prezenca ka qenë minore. Pa e Nëse shohim. mediat e Në kanë krahasim- ftu, mediat e kanë ftu vetë. Votin vetë kanë ftu. Por të tjerat i ka dërgu, po ndodh kjo praktikë edhe me tash me mirë, po partitë e tash- tjera. e po tash Shiko, edhe frustrimi ndodh është kjo- legitim. Frustrimi po, është- ndodh ai kryetar të partisë është, do të me përtej Ndëgjoj, një ndëgjoj. midisi plural të brendshëm, ka drejtën edhe të ndërtoj kuadra të reja. Dëgjoj, si tash, hapësirë. LDK-ja duhet me pas qartë, aty pse edhe frustrimi i Arben Gashit deri diku është normal, sepse ka qenë shefi i grupit parlamentar. Edhe? Nëse LDK-ja tash pajtohet që politika e saj në kuvendin e Kosovës ka qenë e suksesshme në mandatin e kaluar, atëherë si është e mundur që shefi i grupit parlamentar po e zon të merr vota aq pak dhe të mos ketë barabart me Paris Gurin ose që tash ka filluar të jetë aktiv në jetën politike. Në këtë drejtim këto janë frustrime, opton që ata që Politika kanë është që një derë konsiderojnë- hapur për kuadra të reja, Dëgjoj. ato kuadra e vërtetohet që është në realitetin ton duhet të jenë fatkeqësisht ndoshta më shumë oportun ndaj liderit, në mënyrë që të lëvizin matuti. Kjo është një realitet gjysmë pikëllues. Nuk Kjo ka kriju lëvizin me përshtypjen. meritokraci, Dëgjoj, kjo ka por kriju përshtypjen që tentimi i Lumir Abdixhikut për përfitime të brendshme politike ka pas pasoja partijake që LDK-ja nuk ka mund të shfrytëzojë gjithë resurset që i ka për shkak të kësaj qasje. Do thotë kjo është këtë frustrimi edhe Prap insistoj që LDK ka pas sukses zgjedhje, po e arriti momentumin, pra i dërgoj mesazh publik që ne jemi partinë e ringritje, por këto skandale çka do të kupton? A legitimon një kërkesë vetëvendosjes nëse njëjta mund ta ftoj prokurorin, pse nuk e ftoni direkt Abdixhikun për të gjetë prova se çu bën me skemën kriminale që ata vetë kanë përdorur. Po ma merr mendja që prokuroria veç tashmë ndoshta është duke planifikuar që ti thras njerëz që ata mendojnë që janë të rëndësishëm për hetime dhe ti marrë në pyetje. Besoj që po. Sepse ishin akuzat të rënda, nuk ma merr mendja që ka Figurat jora përdorën në fjalor, po. Absolutisht. besoj që duhet marrë epilog kjo, nëse ka pas abuzime tilla, unë do thotë kum thonë edhe më herët që ato votat e ndoshta anulohen krejt, por duhet të verifikohet, a janë veç frustrime për shkak të rezultatit elektoral të individëve apo me të vërtet ka diçka dhe kanë bazë pretendimet e tyre. Deri tash, ajo që unë e kum dëgju, sepse nuk kum pas për neve nuk jena çast nuk e kum pas. Nëse kanë prova. Ajo që unë e kum dëgju është pretendimi i këtyre individëve se po e zon pse Krenari dhe Ridi po merr më shumë vota në diasporë po e zon të Gjakovës se sa unë si kandidat i Gjakovës. Ky është po kjo vetëm supozim, nuk i mund me argumentu sepse po ndodhet. Pa e argumentu, pa e nxjerrë sipërfaqe një manipulim perfekt që ka ndodhur, atëherë vish mbi supozimin nuk pse thekë Lumiri 40.000 vota i kena jashtë. Çushë të ka që i kena 40.000 vota vetë, çushë den. Pse ekzistojnë zgjedhjet pra? Gjitha këto janë deklarata indicie për prokurorin, po ta them
në mënyrë shumë të Kam qartë. 40.000 vota. që. Jo, parafërsisht në bazë të regjistrimit, jo, mund dijen ato parafërsisht, partidë, dëgjoj, ka thënë me përvojë, dëgjoj. Jo me analizë, në bazë të, jo, Ti më dhon sepse ata 40.000 kam. po i kanë deg në për Po, i ke numëruar ata i Jo, në bazë të njerëzve që po e zom kanë marrë kartela të identifikimit të lidhjes demokratike të Kosovës e tjerë, ka ndodhur kalkulimi sepse unë po e zom, tham i kam 10 anëtar të familjes, si unë i garantoj 10 vota për lidhjen demokratike të Kosovës. Me qenë se vete kanë nxjerrë këtë korrespondencë diskutim publik, është domosdoshme sipas zotit Shara të IKD-s të sqarohet deri në fund nga ana e institucionit zbatuesve të ligjit përkatësisht prokurorisë nëse e njëjta gjem prova se ka pasur abuzim të votave. Frustrimi kryesor i këtyre që e kanë me procesin është po e zonë pse djali i Sali Qekut ka marrë më shumë vota se sa Arben Gashi. Kjo është frustrimi kryesor që kanë pa ofru dhona, pa ofru fakte që e dëshmojnë këtë rënditje vish mbi bazën e Jo, këto janë indicje. Në fund fundit, këto janë indicje. Megjithatë unë muj me pas një lloj interpretimi që djali i Sali Qekut ka autoritet shumë më të madh në diasporë se sa çdo njëri prej këtyre kandidatëve që kanë frustrim. Absolutisht. Në fund në kuadër të lidhjes demokratike të Kosovës. Po a ka tash fakta, a ka dhona konkrete që e dëshmojnë që ka pas organ zbatuesve të ligjit, po. Ju falenderoj për kohën. Shumë krasi. Që ishit në këtë emision. Faleminderit Kasolli, faleminderit Shala. Të ndërruar shikues, faleminderit që na ndoqët. Rishihemi nesër në të njëjtën kohë. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.